Për shëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur me përgatit një drekë shpejt, përgatitje të shishme tepër. Krejt që kanë nevojiten janë 900 grami ka gati 1 kg, pra që këtë supë mishët me ashtë, është kolagen, krejt kjo ndyra brenda që të knoq me të vërtet, edhe jep shi çdo ushqimi, po ashtu longu me marru supë. 900 grame mish lopës ose dviqit, e kom zi me një lugë të gjellës veget edhe ujë derisa të zbutet mishi. Në umën tjetër kom marrë 8 patate, 7 domate, 1 qep e madhe ose 2 qep, 2 speca të kuqe, 3-4 lugë të gjellës vajolliri, 1 lugë të gjellës me veget, 1 lugë të gjellës me biber të kuq. Bismillah, marrim vegetën, vajin e ullirit, biberin e kuq, edhe 1 lugë të mesme a qes krep. Qëta është? 1 lugë të mesme me krep. I përzina të gjitha së bashku. Furrën e kom shu në nxe, temperaturë 230 gradë. Pasi kemi përzi perimet mirë, tash marrën bismillah edhe cupën e mishit, që është me asht edhe e qesim në mes. E marrën edhe 2 gulare, pehare, gruzh, që shëthuni pra nga longu i mishit, ku e kemi zi pra mishin, edhe ja qesim në tepsi. Furra është në zehër, 2 letra për pjekje kështu, i lagun me ujë të ftoft edhe ja qesim për mi, me njëherë e fusim pra tepsi në furrën e në zehër. E kemi qit edhe letrën, 2 letra, pra të lakta me ujë, për mi me njerë tash e fusim edhe tepsin në furrë, temperaturë 230 gradë. Edhe tepsin e kemi jek prej furrës, e kom lanë pra 230 gradë për 1 orë e 15 minuta. Kështu duke drejka tek ne, mishi i but, edhe perimet, po ashtu që të knoqen të langshme që mundeni me ngjyme buk. Një drekë fantastike që ja vlen ta provoni se cila motër. Neve na baft mirë ju po ashtu, nëse provoni, faleminderit për krahun që ma beni. Komentet e bukura diri në recetën e radhës nga kuzhina Njerit, ju them, miru pofshim.